Overtrading nuk ndodh rastësisht. Ai vjen nga 3 gjëra. Overtrading nuk është problem teknik, është problem psikologjik. Dhe zakonisht vjen nga 3 gjëra. E para është mërzia. Brenda paragrafikut nuk i setup dhe në vend që të presësh, krijon një trait sa për të bërë diçka. Kjo është pika ku fillon overtrading. Pastaj vjen hakmarrja. Pas një humbje, shumë tregtarë duan ta kthejnë atë menjëherë, sepse nuk e pranojnë rezultatin dhe hyjnë sërish në treg. Shpesh, më keq se herën e parë. Dhe e fundit është lakmia. Edhe fitimi është i rrezikshëm. Kur fiton, ndihesh i fortë, nën kontroll dhe vazhdon të tregtosh pa asnjë arsye reale. Nëse nuk duron të mos tregtosh, ti nuk je gati të fitosh.